Sipas hetimit të publikuar nga portali Prapaskena, dosja paraprake e SPAK për tunelin e Llogaras ka zbuluar shkelje të rënda në procedurat e tenderimit dhe kontraktimit të projektit, me vlerë rreth 190 milion euro. Hetimet të bazuara në komunikimet e ish-drejtorit të ARSH-s, Erviz Berberi, dhe në dokumente zyrtare, tregojnë se fituesi ishte i paracaktuar Bashkimi i Kompanive Turke, Intekar Yapi dhe ASL Insat, të cilat morën tenderin pas anulimit të procedurës së parë, ku oferta fituese ishte 140 milion euro. Sipas dokumenteve, anulimi dhe rihapja e tenderit kanë shërbyer për të justifikuar një rritje të pajustifikuar të kostos prej 50 milion eurosh, ndërkohë që kontrata për ndërtimin e tunelit ju nën-kontraktua pikërisht kompanisë shqiptare, që ishte shpallur fituese në raundin e parë. Një sinjal se procedura ishte formale dhe skenari ishte i paracaktuar. Në fokus të hetimeve është pyetja thelbësore: ku kanë përfunduar 50 milion euro të shtesë të këtij projekti? Burime pranë hetimit dyshojnë se pjesë e fondeve mund të jetë transferuar përmes Bankës Kombëtare Tregtare BKT, e cila ishte pjesë e një grupi financiar turk që operon në Shqipëri dhe Turqi. Sipas raportit të Prapaskena, BKT përmendet si nyje e qarkullimit të fondeve të kompanive të mëdha turke që kontrollojnë sektor strategjik në Shqipëri, si Kurum, Albkrom dhe Beralb, duke u bërë pjesë e një rrjeti të gjerë transaksionesh të dyshimta që lidhen me pastrimin e parave dhe zhvatjen e pasurive natyrore. Në qendër të dyshimeve qëndrojnë drejtuesit Sejhan Pensabligil, turko-shqiptari që kontrollon operacionet bankare, dhe Ariana Xhafa, e njohur në rrethet financiare si Ariana e Miellit, për të cilën thuhet se ka rol kyç në transferimet e parave jashtë vendit. SPAK deri më tani ka konfirmuar ekzistencën e shkeljeve në tender dhe elementet e shpërdorimit të detyrës në bashkëpunim, por hetimi për ndjekjen e fondeve dhe destinacionin final të 30 deri në 50 milion eurove mbetet ende në zhvillim. Rasti i tunelit të Llogaras është shembulli më tipik i mënyrës se si funksionon korrupsioni i lartë në Shqipëri. Tendera të personalizuar, rritje fiktive çmimesh dhe qarkullim parash përmes bankave që veprojnë si porta pastrimi. Nëse hetimi i SPAK vërteton se fondet publike janë devijuar përmes kanaleve bankare, çështja kalon nga niveli administrativ në atë të krimit financiar ndërkombëtar. BKT, për shkak të pozicionit të saj strategjik dhe lidhjeve me rrjetet turke që menaxhojnë pasuritë industriale shqiptare, kërkon transparencë maksimale dhe kontroll ndërkombëtar mbi lëvizjet e kapitalit. Në këtë fazë, përgjegjësia bie mbi SPAK për të zbuluar nëse paratë publike janë përdorur për qëllime të paligjshme dhe nëse sistemi financiar shqiptar po kthehet në rrugë kalimi për kapitalin e korrupsionit rajonal.